Godina e re që do të shërbesi qendër koordinimi për urgjencat mjekësore në Vlorë vijon të mbetet kantier ndërtimi, edhe pse afatet e parashikuara për përfundimin e saj kanë kaluar prej kohësh. Projekti, i cili konsiderohet me rëndësi të veçantë për përballimin e situatave emergjente në një nga qytetet më të mëdha dhe më të frekuentuara turistike të vendit, ende nuk është vënë në funksion, ndërsa sezoni turistik ka nisur dhe fluksi vizitorëve po rritet çdo ditë. Sipas të dhënave të projektit, punimet për ndërtimin e kësaj godine duhet të përfundonin brenda 10 muajve nga nisja e tyre. Megjithatë, edhe pse kanë kaluar afatet e kontraktuara, kompania që po zbaton investimin nuk i ka mbyllur ende punimet. Aktualisht struktura kryesore e objektit është ngritur, godina me dy kate tashmë ka marrë formë, por pjesa e brendshme dhe elementet e tjerë të nevojshëm për funksionalizimin e plotë të saj kërkojnë ende ndërhyrje dhe kohë për të përfunduar. Investimi ka vlerën e rreth 120 milion lekëve dhe po realizohet në territorin e Spitalit Rajonal të Vlorës. Autoritet kontraktor për këtë projekt është Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore, e cila synon që përmes kësaj strukture të përmirësoj koordinimin dhe menaxhimin e rasteve emergjente në qarkun e Vlorës. Qendra e re pritet të ketë një rol kyç në organizimin e shërbimit të urgjencës, koordinimin e ambulancave, menaxhimin e rasteve kritike si dhe komunikimin ndërmjet strukturave shëndetësore. Për një qytet si Vlora, e cila gjatë verës shumë fishon popullsinë për shkak të turizmit, një strukturë e tillë konsiderohet e domosdoshme. Në kulmin e sezonit turistik, numri i banorëve dhe vizitorëve në Vlorë arrin disa herë më shumë se gjatë muajve të dimrit. Kjo sjell rritje të konsiderueshme të kërkesave për shërbime shëndetësore dhe ndërhyrje urgjente, duke e bërë edhe më të nevojshme funksionimin e një qendre moderne koordinimi. Pikërisht për këtë arsye, shprehet habi për vonesat e zgjatura në përfundimin e investimit. Objekti duhet të kishte përfunduar dhe duhet ishte vënë në shërbim përpara nisjes së sezonit veror, kur nevoja për koordinim të rasteve emergjente është më e lartë. Në vend të kësaj, godina vazhdon të jetë në proces ndërtimi, ndërsa qyteti po përballet me fluksin e zakonshëm të turistëve vendas dhe të huaj. Rëndësia e kësaj qendre nuk lidhet vetëm me infrastrukturën fizike, por me funksionin që ajo do të kryejë në përmirësimin e reagimit ndaj urgjencave mjekësore. Një sistemi i mirë koordinuar mund të reduktojë kohën e ndërhyrjes në raste kritike dhe të rrisë efikasitetin e shërbimeve shëndetësore, veçanërisht gjatë periudhave kur ngarkesa mbi sistem është edhe më e madhe. Nga ana tjetër, nëse përfundimi i punimeve shtyhet për muajt e dimrit, funksionalizimi i qendrës do të ndodhë në një periudhë kur Vlora ka një popullsi shumë më të ulët, që sipas vlerësimeve nuk kalon as 40.000 banor. Kjo do të thotë se investimi nuk do të mund të japë efektin pikërisht në periudhën kur nevoja për të është më e madhe. Ndërsa punimet vijojnë, mbetet ende e paqartë se kur objekti do të dorëzohet përfundimisht dhe kur do të nisë funksionimi i tij plot. Qytetarët e Vlorës presin që projekti të përfundojë sa më shpejt, në mënyrë që një investim me vlerë 120 milion lekë të vihet në shërbim të komunitetit dhe të kontribuojë në përmirësimin e sistemit të urgjencës mjekësore në Vlorë.